Përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin. Në këtë të diel, fillimisht një herë duke ju përshëndetur të gjithëve dhe duke ju uruar një ditë me plot bukuri, me shumë surpriza dhe me gjëra të bukura. Jam këtu me ju për të komentuar dhe për të analizuar pak se kush e ndau Brikenën edhe Mateon. Brikena dhe Mateo natën e mbrëmshme mbyllën rrugën e tyre në Big Brother, në fakt Mateo e vazhdoi, Brikena e mbylli. Dhe pyetja e publikut është se kush e bëri këtë gjë? Ishte publiku ai i cili vendosi që Brikena të largohet nga shtëpia dhe vërtet mos të votohet, apo ishte produksioni? A është i sinqert ky produksion me ne, apo nuk është i sinqert? Dhe apo votohet në bosh, apo votohet në kot, edhe hakun e dikuj tjetër e merr dikush tjetër. Tani unë dua të kthem në një fjalë që Brikena i ka thënë Rogertit. Teksa këto të dy po bisedonin në verandë në natën e, domethënë një praj më herët se gjysmë finale, Brikena i tha Rogertit, në qoftë se unë edhe ti do të shkojmë kokë më kokë, unë ty të nxjerr nga shtëpia. Dhe në të vërtet, realisht, e vërteta është kjo. Brikena e ka hequr Rogertin nga shtëpia, sepse Brikena është më e votuara për të qëndruar në atë shtëpi dhe për të shkuar në atë finale se Rogerti. Në të gjitha sondazhet që kanë qenë të hapura, në të gjitha televotimet që kanë qenë të hapura, Brikena ka kryesuar në vota. Do të thënë Mateo ka qenë i pari, Brikena ka qenë e dyta. Nga që unë e kam thënë gjithmonë, ka patur fanbase, ka fanbase më të gjerë. Nuk mundet një djalë me 26.000 followers në Instagram të ketë më shumë mesazhe se sa një vajzë e cila ka 301.000 followers në Instagram. Dhe kjo të çon pak të dyshosh. Sa kanë qenë transparente këto lloj produksionesh, unë mendoj që produksionet të Big Brother, qoftë ky në Shqipëri, qoftë ai në Kosovë, por edhe në përbot, bëjnë lëshime për interesat e tyre. Mbrëm nuk ka fituar Rogerti për të shkuar në finale, por ka fituar interesi. Dhe unë mendoj që produksioni e ndau çiftin për interesin e tyre, sepse nuk e largonte dot Rogertin nga finalja. Nuk e ndalonte dot spektaklin, nuk e çonte dot Brikenën në finale, sepse nuk bëheshte kjo gjë. Domethënë presioni i madh që ushtron Rogerti nuk e bëjnë dot. Finalja duhet bërë, lufta duhet bërë, dinamika duhen bërë. Rogerti dinamikën e filloi që mbrëm dhe unë mendoj që produksioni në raport me Brikenën, në raport me çiftin, nuk ishte i vërtet. E vërteta është që Brikena ka qenë më e votuar, e vërteta është që Brikena ka qenë pjesë e finales, por edhe pse nuk shkoi në finale, Brikena mori mbrëm një rritje të çmendur në Instagram me followersa. Unë mendoj që produksioni luajti sipas interesit të tij. Mateo e quan se s'kishin çfarë bëjnë, duheshte me patjetër të shkon Mateo. Unë e kam thënë gjithmonë që çifti bashkë këtë vit nuk do të shkon dhe do të ishte hera e parë, dhe në fakt është hera e parë që një vajzë shkon mes tre burrave, dhe unë tashmë uroj me zemër sinqerisht që fituese e këtij Big Brotheri të mbetet Selin, sepse le të vlerësohet një femër e cila lufton mes tre burrave të cilët nuk e respektojnë në asnjë lloj mënyre, por domethënë e quajnë thjesht si një femër. Apo e vuan Mateo Brikenën, me patjetër që po e vuan, sepse Mateo në thelb është duke e logjikuar dhe studiuar të vërtetën, por këtë të vërtetë do t'ja shpjegon Brikena kur të del. Brikena tashmë ka kuptuar se çfarë loje është bërë me të dhe çfarë padrejtësie është bërë me të, dhe unë uroj që Brikena të lufton në aspektin moral për padrejtësinë e saj, ashtu siç ka luftuar brenda në shtëpinë e Big Brotherit për gjëra të cilat ajo i ka quajtur që nuk janë në të drejtë, dhe mendoj që Brikena tani duhet ta plasën këtë të vërtetën, sepse fillimisht një herë luftoheshte për Brikenën dhe Rogertin, dy lojtarë shumë të largët
me fanë sa jashtë mes njëri tjetrit, Rogerti i uryer, i papëlqyer, Brikena jashtëzakonisht shumë e pëlqyer dhe mendoj që kjo është padrejtësia më e madhe që u bë. Unë e them që Rogerti nuk është lojtari i publikut, por është lojtari i produksionit dhe i lojës që ka bërë ai. Tani produksioni edhe ndoshta me patjetër e ka, do me thënë ta bën këtë lloj përzgjedhje, sepse duhet patjetër të çon pole në finale, duhet do me thënë deri në ditën e fundit, nëse i kthemi analizës që bëra mbrëm, deri në ditën e fundit produksioni duhet të lufton për të shpallur fituesin. Do me thënë lufta duhet të ekziston brenda asaj shtëpie me zënka, me ofendime, me denigrime, me poshtërsime, ashtu siç në fakt kanë bërë më shumë se 3 muaj banorët që kanë ofenduar edhe sharë njëri tjetrin. Gjithsesi, Brikena u binte edhe mbrëm dhe vazhdon të bindet edhe më shumë sepse Brikena nuk e priste që do merrte kaq shumë dashuri, që do merrte kaq shumë mbështetje, që do merrte kaq shumë energji të mirë, do me thënë është banorja e parë këtë vit që ka fansa kaq të rritur në Instagram, do me thënë numrin, që ka ndjekës kaq shumë në Instagram dhe që ka dashuri kaq të madhe në përjetet sociale. Të paktën nëse nuk u vlerësua Brikena, e cila i kishte votat, por me votat e Brikenës shkoi në finale Rogerti. Do me thënë Rogerti këtë finalen e ka fal Brikenës dhe duhet ta falenderon, sepse votat e Brikenës ju dhanë Rogertit, le të bëhet produksioni transparent, le të nxjerrën votat mbi tavolinë dhe atëherë le të flet se kush ka qenë në finale. Më besoni që në finale më shumë kanë qenë Miri dhe Brikena. Por gjithsesi, do me thënë është interesi në pyetje, Rogerti nuk e nxirrnin dot. Unë jam i bindur në qoftë se Rogerti nuk shkonte mbrëm në finalen e madhe, Rogerti do t'i hante me dhëmb produksionin, do t'u nxirrte të gjitha të zezat dhe unë mendoj që produksioni do të kishte një luftë të hapur me Rogertin gradualisht, por Rogerti ka krijuar një bindje tashmë që me luftra, me ofendime, me denigrime, ai do ta fiton çmimin e madh. Por gjithsesi, Brikena, unë mendoj që arriti të fiton më shumë se gjithçka. Ajo nuk e fitoi çmimin për 100.000 euro, edhe pse në fakt në asnjë mënyrë nuk ka qenë pretendente për ta fituar të çmim, se po të ishte pretendente, Brikena do të kishte bërë një lojë të ngjashme me Selinën. Brikena ka patur një lojë të qetë, një lojë të thjeshtë, por një lojë të përbërë, në ç'kuptim të përbërë. Do me thënë ka patur punë me të gjithë. Brikenën e kishte në të gjitha gjërat, por lojën e kishte shumë të thjeshtë. Nuk është se kishte një lojë dinamike përfshirë me Selinën, që në fakt Selina ka qenë entuziaste pafund, ka qenë bomba që plaste. Dhe mbi të gjitha mua më duket që Brikena e fitoi Big Brotherin e saj, edhe pse çuditërisht nuk mund të ketë një Big Brother pa drejtësi. Nuk mund të ekzistojë një Big Brother ashtu si çdo populli që t'i çon në finalen e madhe ato që vërtet publiku i do, i vlerëson edhe i voton.